Përshëndetje të dashur miq të televizionit Shpresa. Unë jam Vergji Bazelli. Në studio kemi të ftuar profesor Pëllum Pilinçin. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Profesor, dje Flamur Noka u bëri thirrje antarëve të PD-s të mblidhen në mbështetje të Berishës para SPAK-ut. Por sot ne pam që 10 veta ishin mbledhur. Tregon kjo që demokratët kanë braktisur Berishën? Si e shpjegoni ju këtë fakt? Mi mbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, u bë çdo orë në orën 6 po dalëm para jush për të thënë realitetin, gjendje si ndodhet sot Shqipëria dhe çfarë është bërë për 32 vjet. Gazetarja më pyet për Flamur Nokën, besniku i Berishës dhe turbulluesi i Berishës. Ka bërë deklarat dje që të vini të bëni demonstrat tamam egërsire para SPAK-ut. Do të thotë që të bënin kundra Amerikës për punët e Berishës, jo për punën e antarëve të PD-s. Pra e tha dje, bëri thirrje të madhe një ditë përpara që të vinin nga të 4 anë. Atje si ishën as 10 veta si sot gazetarja, dhe Berisha kur doli ishte mjaft i acaruar për arsye se erdhi dita e arrestimit. Kjo është zonja gazetare dhe asgjë tjetër. PD-ja ka mbaruar e Berishës. Jo antarët e PD-s. Antarët e PD-s janë gjallë dhe foleja e PD-s është këtu në Shpresa e Kombit. Profesor, Gençjo Kutaj para pak ditësh u larguan nga dosja e Ilir Metës. Kur pa që Ilir Meta do dënojë rënd, mos ndoshta Gjo Kutaj do i bëj të njëjtën loj Berishës? Të dashur shqiptar, Genci Gjo Kuta e keni parë hyp me Berishën në makinën, në atë makinë që është blerë me gjakun e shqiptarëve, shëtit, është bërë si barkalec, e gënjen Berishën, çdo gjë çfarë s'ka bërë pas Berishës edhe pas Ilir Metës. Mbasi i mori parat nga Ilir Meta, e mashtrovi, e gënjeu si ka zakon që del përpara dhe bërtet për çështjen e avokat. Ai në fakt duhet ai të arrestohet. Ai e la Ilir Metën në rrugë. I mori parat, i tha do të liroj, ai e dinte që do të dënoshe, pra Ilir Metën e la në mes të 4 rrugëve dhe ka marrë një avokat tjetër nga Fieri, edhe ai është më bolshevik se të tjerët. Pra, Gjokuta doli me një deklarat shumë të fortë sot. I doli Berishës dhe i thot që edhe me ty nuk do t'jem. E pa Gjokuta sot se gjyqtarja e fuqishme e mori. Jo pse është ajo e fuqishme, po gjyqtarja s'ka ku vete. Ashtu i kam thënë i gjyqtarëve të tjerë dhe asaj, ajo vazhdojnë gjyqin dhe ajo duhet të urdhoj SPAK-un, policin për arrest për Berishën. Ai ishte larguar po thonë nga Berisha. Nga Berisha të gjithë janë larguar, zonja gazetare, Berisha i Majmi dhe më fund e Grobosët dhe gjithë antarët e tij. Po ashtu kanë dalë sot dhe 4 deputet të tij, më besnikët e tij, e larguan nga Berisha. Pra arsye se ata donin të hapnin kutit se pse PD-ja vithe PD-n. Deputet e PD-s vithin një tjetër siç e ka zakon, se ata kur s'kan fituar. Jo PD-ja si parti, me kanë fjalën për organizatën e tyre anti-shqiptare. Pra, me njerë e hodhën një gjyqja ata 4-5 veta për të hapur kutit. Berisha lajmëroi me njerë Edi Ramën, lajmëroi të KQZ-s, sidomos kryetari i KQZ-s, që ai duhet ishte në burg para 4 vjetëve. E duhet të arrestohet urgjent, kurse njeri tha po të hapen dhe 4 të tjerë thanë jo. Do me thënë dhe hodhë poshtë deputetët që kishën dëshirë të beshin në partinë e Berishës. Kjo është dhe Gjokuta është larguar sepse e di që do dënohet Berisha shumë. Berisha nuk është vetëm për ato pallate, e ka shumë. Dhe unë i kam thënë dhe i them përsëri Berishës, largoj njerëzit
se të shtynë dhe të mbytën. Ata të kanë turpruar, ata të kanë ullur, a e patë që s'terdhi as njeri Berisha. Unë djeva një keqardhje kur e pash që s'të kishe as njeri. I ke ndihmuar, por fajin e ke vetë, për arsye se ke rreth tia, rreth vetes tënde, ke njerëz si Flamur Noka, si Dritan Sheu, e të gjithë ata që ata të kanë ndeshur vetëm për para dhe kanë mbjedhur Shqipërinë dhe ata shumë shpejt do t'jenë në burg. Profesor, çfarë po ndodh me kuvendin e Kosovë, se do shtoi dhe seanca e 25? Unë e kam përsëritur gjithmonë kur ti më ka dërguar njerëz dhe i kam thënë kosovarëve, patriotëve të Shqipërisë, sidomos që kanë luftuar me UÇK-n. Amerika i ndihmoi, Amerika e çlirovi Kosovën, nga Amerika është ajo, por ata si përfundimisht kanë vënë një flamur që nuk është shqiptar. Kosovarë të dashur, asini ju që keni luftuar me sërbët, me shekuj e me shekuj, po që kone Skënderbeut, po të shkojme më poshtë. Do të thotë që ju, kosovarë, vëllezërit e mi, jemi njësoj, jemi shqiptarë. Ata jo 25 ditë, po edhe 40 ditë të venë, nuk ka zgjedhje me për ata. Si shqiptarët, dy partitë, si PD-ja e PS-ja, të njëjtat me partitë e tjera vetëm vjedhën. Pra, Kosovarë të dashur, do bëhet qeveria teknike, si që kam thënë, edhe një zgjedhje të reja, do t'jenë njerëz të rinj intelektual që duan Kosovën, njerëz që nuk vjedhen në Kosovë. Pra, e njerë, kur ti largohu, je djalë i ri, mundet e më vonë të fillosh politikën, politika jote ka mbaruar, ashtu si ka mbaruar politika e Edi Ramës, e Sali Berishës, e Dritan Sheut me shok e të tjerë. Pra, erdhi koha e realitetit. Unë kosovarëve u them hapur, do flas e prapë më vonë, ejani ke foleja në Tiranë. Ejani të çlirojmë Shqipërinë nga hajdutët dhe nga barbarët që e shkatruan Kosovën, e shkatruan Shqipërinë, e shkatruan Maqedoninë, e shkatruan Malzi. Profesor, keni diçka tjetër për të shtuar? Po, kam shumë gjëra. Faleminderit që më kujtove, kam shumë gjëra për të thënë. Dashur shqiptar, unë kam thënë më datën 13 qershor, nuk është demonstrat, po është për paqe, për qetësi, për të afruar vëlla me vëlla, motër me vëllan, fëmijë që të vinë nga jashtë, të shihni një herë, të kënaqeni me fëmijët tuaj që si keni parë, ka raste nëna pret në pragu i derës nuk e ka parë për 30 ca vjet. Televizori TV Shpresa është bërë shumë e njohur në publik, në Amerikë. E shikoni dhe vetë, dashur bashkëdhetar shqiptar, YouTube. Gjithse në YouTube janë 2.526.929 veta. Vetëm në Shqipëri 1.322.482 vetë. Greqia janë 300.000, Italia e me radhë. Pra, 2,5 milion vetëm YouTube që po shëgojnë njerëzit sepse e duan Shqipërinë, e duan lirimin, e duan çdo gjë. Po ashtu në TikTok 3,5 milion. E shgoni vetë. Ne çdo gjë i themi realitet, të dashur bashkëdhetar shqiptar. Ne nuk bëjmë si që bëjnë këta në publik që gënjejnë, dalën e thonë sa vota do fitoj Saliu, sa vota do fitoj Edi Rama. Të gjithë janë mashtrime dhe gënjesh. Shikoni TikTok. 3,500,000, 3,5 milion. Vetëm TikTok. Pra, të dashur shqiptar, data 13 qershor është lindja e Shqipërisë. Është kushtetuta e re si në Amerikë. Po kam treguar vazhdimisht, kjo është kushtetuta e Amerikës. Dhe kjo është kushtetuta
e Amerikës e këthyre në Shqip. Kemi filluar, do bëjmë broshurët, po thuaj të njëjtin si hartën që kemi. Të dashur shqiptar, shpresa e kombit, që është poleja këtu e kombit, e ardhmja e Shqipërisë e çlirimit, në programin e saj 51 pikë, faqen e parë ka Shqipërinë me kufijtë natyrore. Do të thotë Malizi, Maqedonia jonë e Aleksandrit, Kosova, Shqipëria dhe qamëria e bukur. Gjithmonë kur zë njeriu qamërinë në gojë, lotohet nga dhembit që ka hequr qamërit në qamëri nga grekët. Nuk mund të harrohet të dashur bashkëdhetar shqiptar, që në qamërin tonë të bukur, në ato lugina, në ato kodra, kjo harta që shihni këtu, është qamëria, është Malizi, është Maqedonia, është çdo gjë që ne na takon, edhe për të ditit. Pra ka 51 pikë. Pikat dhe partia që është bërë, po i quhet shpresa e kombit, e njëjta si e djatha në Amerikë. Kur them e djatha, unë jam e Republikës të Amerikës. Ashtu thotë e një tip, një fat miri që do vdesi në burg shumë shpejt, do arrestohet. Ai thotë, u takova me këtë senator, u takova me atë, po. I shpuri 2 milion, 22 milion i dha. Paratë e shqiptarëve, gjakun e shqiptarëve, që a i dije, pardije, a i s'kishte edhe opinga të vishte. A i shdënuar dhe në Itali, i transportovi. Nuk e kam fjallën dashur bashkëdhetar shqiptar për 6.000, për 6.000 euro që i dërgovi Berisha në një hallegji që është nga tropoja në Amerikë. Këto janë shumë pak të dashur shqiptar. Për 32 vjetë ta kanë dhënë miliona e miliona e miliona që tjetoni shqiptar për 100 vjetë. Këto janë para tuaja. Ky është gjaku juaj. Gjaku i 100 vjetëve që në kohën e Skënderbeut 600 vjetë ka luftuar patriotët e veriut. Luftuar me shpatë për të çliruar Shqipërinë. Po, shumë herë, por nuk u përkulm. Kurrizin nuk e thyem. Vërtet, na goditën, çdo gjë që na e kanë bërë, edhe kohën e fundit, na i suall bolshevikët, ajo engleze e shkatruar që do shkatruhet edhe ajo. Ajo engleze, me njerë Churchilli, ish kryeministri anglez, me gjithë bolshevikun Stalin, me i të nërën lapsit, i dha Kosovën tonë. E bëri Shqipërinë, Tiranin, komuniste. Vrau patriotët e jugut, i theri, priftint, në përburgjet. Patriotët trima, i vravi, u vravi baban, u vravi nënën, i lanë fëmijët në përburgjet. Edhe jugu. Edhe jugu, që ka luftuar me shekuj me grekët. Edhe ata i coptovi. Dikush mund të thotë, që s'është e vërtet, s'kanë qenë gjithë në burg, po të dashur shqiptar, të tërë në burg ishin. Të tërë në kampet e përqindrimit ishin. E në qoftë se ti do ishe në Durrës, le ti kishe baban sekretar partije, ti s'mund vijë në Tiranë, apo nga Durrës si s'mund vijë në Vlorë. A nuk quhet që në trenim? Po ti në qoftë se ishe në Tiranë, që e quanin kryeqytetin e bolshevikëve, të byros kombëtare që jetonin, po të me e buk të kërkojnje 200 gram të tepër. Përgjigja, pyetja ishte nga ajo që e shiste bukën, ai apo ajo, kush u ka erdhur në shtëpi? Doni të dinin kush ishte. Pra gjithë Shqipëria ka qenë kamp përqendrimi. Por pasurit i mori, i lam minjan, nuk i preku, po 32 vjetë të dashur shqiptar. Pronarët që tash u thonë, i ish pronar të rrugashëria. Këta që s'kishin pantalorat të vishnin, këta që ishin me atletet kineze, në kohën e Zogut,
kanë qenë cop bolshevikët. Këta jo që i muar pasurit, po i shitën, po vranë në hasmë, bën një ligj 7501 për të vrarë vllain me vllain, me motrën, djalin me baban. Dhe më në fund, i detyruan të rinj të largoshin nga toka e Shqiponjës. Shumë janë larguar me miliona po behen. Janë larguar në mënyrë të ndryshme dashur bashkëdhetar shqiptar. Po a them hapur dhe troq. Ju që dëgjoni që një jashtë, do thoni të njëjtin që thash unë. Do një djalë i ri që ishte apo do një intelektual, zonjë, o djalë, e re apo i ri, i detyronin dhe i thoshin, po ç'preti pse arri në Shqipëri? Ku të vete? Nuk kam pasaport, nuk kam para. Të shpijem ne me vapor, me goman. Unë mirin nga $5,000, unë s'kam para. Por atë japëm ne, na e borç. Përsëri kur hypin në goman, u haminin parat. Dhe që u minin, po edhe i shponin. Që të byqin, të beshin mishi shqiptarve, i atyre që ishë rritur pa buk, të beshin ushqimi peshqeve. Ja pra ku kemi arritur dashur bashkëdhetar. Kam erdhur këtu për të bërë kompin. Si mua janë miliona njerëz që do vinë. Data 13 është data e çlirimit të Shqipërisë. Unë them të gjithë demokratëve që ishin me PD-n, me Partinë Demokratike, do të thotë me Frontin Demokratik. E janë i vëllezër. E janë i foleja është këtu. Këtu është. Këtu është kur do shihni në port përpara flamurin, kur të shihni në port hartën që shihni këtu. E janë i pra, harta që është me 4 metro, me 6 metro. Harta e Shqipërisë me kufime natyror. Të gjitha ambasadat e UAI përveç Amerikës nuk u vjen mirë, por nuk guxojnë. Le të vinë ta provojnë një herë se sa u vlen lëkura këtyre ambasadave që kanë coptuar shqiptarët. Këtyre ambasadave që ishin bërë si guvernor, dilnin në për televizore. Ai pisi italian që ishte gjoja i Evropës, erdhi si cigan dhe u kthye me valigje plot. Pra, këta janë ambasadat. Le që tallen, u marrë dhe para. Le që tallen kur të venu, edhe pasaportën shqiptare, po të vesh në Francë. Në atë Francën e mallkuar që e ka krijuar Shqipëria. Napoleoni ka qenë toni. Ku s'kemi patur mbretër, kryeministër. Erdhi koha të dashur shqiptar, e janë i më 13 të zotroni botën, Amerika është me ju. Dhe pa deklaratën e ambasadës. Ambasada është e hapur. Nancy është ambasadore e Amerikës. Su vjen mirë disa, thonë, ambasada është bosh, nuk ka ambasador. Po, ambasadorja ka muaj që ka erdhur, kam erdhur dhe unë. Ajo është ambasadore. E lindur në Amerikë, gjysh stërgjyshi, familje patrioti, intelektuale. Ajo është ambasada që ka ngritur flamure Shqipërisë në obor të ambasadës dhe flamure Amerikës. Kurse këta kodosha, të dy partit qelpsirat, flamurë shqiptare kanë lënë zhgrisur. I palarë, qëllimisht e lënë për së prapti, flamure kombit. Ja pra këtë janë fytyra të dashur shqiptar. Po dëgjoj se thonë kemi frikë të dalëm më 13. Këtë propagandë e hapën disa që quhen intelektual. Njëri që është intelektual, kur e kërkon kombi, duhet të dali ballë për ballë me armit shekullor. I kemi armit brenda në Tiranë. A i shini dashur shqiptar. A i shini se u rejnë spakun. A i shini se gjoja demokrata ta edhe thonë, bëni demonstrat. Thyeni xhamet kundra spakut. Spaku është i Amerikës. I shqiptarëve. Paguhet nga Amerika. Byroja kombëtare është e Amerikës. Ky zotnia që sot është kryetari ka vajtur 5-6 herë në Amerikë. Ai e di mirë, unë e di akoma më mirë se ai.
e ka firmosur për arrest, jo për qef, por ata që kanë gabuar. Ata që kanë gabuar si pas kushtetutës. E $100 të kesh marrë, dënohesh të pak të 6 muaj burg. Po këta të dashur bashkëdhetar, vjen një indian me mjekër të bardhë, vjen një kapel, një numër 1, tallet në televizorët e tyre, klanin, ata e kanë të 2 palët, pra Top Channel, ata e kanë, News 24, ata e kanë, dashur shqiptar, e janë për të uruar shpëtimin e Shqipërisë. Nuk them kot që të bëhet para Skënderbeut. I vetmi që ka ngelur dhe nuk e duan, edhe Skënderbeu nuk e duan, se kanë vënë plirat në për rrugët e qytetit të Tiranës, anti-shqiptarët. Kurse Skënderbeu, që luftoi, çlirovi e Italin, ku s'ka luftuar. Shpatet i ku nuk ndodhet. Heroi i kombit ton. Por kanë vënë të tjere vene dhe fytyra, me mjekra e pa mjekra dhe behen si gjoja patriotë. Patriotizmi të dashur bashkëdhetar shqiptar, unë kam lajmëruar mbi 40 intelektual, kanë 3-4 muaj, ata do të bini historinë e Shqipërisë. Nuk e bën Gjinushi i biri Çobanit. Nuk e bën Ceka që thot nuk jemi shqiptar. E të tjerë, burgu do mbushet me këta. Policia të vi, s'ka nevoj, as me maskime, të vi i lirë, ta gëzoj, do dëgjoni këngët e patriotizmit, të Marsis, të Jugut, të Veriut, të Perëndimit, do dëgjoni këngën e nënës, që rri me i shkop në dorë dhe pret birin e saj. Të dëgjoni këngën e Mërgimit. Mërgimi është i hidhur të dashur shqiptar. Unë ka 50 vjet e jam i shtet më të mirë të botës. Demokracia me madhë, si që ka qenë stërgjyshi tim, i matë, unë dhe fëmijët e mi. Shqiptarët që janë në Amerikë përparojnë se e duan Shqipërinë, sepse presidenti i parë ka qenë me gjak shqiptari, nena, nga Shqipëria, nga palca e Tetovës, nga palca e Shqipërisë të dashur shqiptar, të ri që ju e si dini, 4 president në Amerikë shqiptar, Bushi nga Fushkruja. Erdhi doli nga makina me këmish, pa bulletproof. Doli se pa një zonjë, tamam si nën e tij, sepse ne shqiptarët të dashur bashkëdhetar, gjajmë me njëri tjetrin, se jemi një racë. Po të pyet shumë, mund të dalim me kushit të 7 të 8. Ne jemi ata shqiptarët, jemi më të bukur, më të pamsh e më të zgjuar. Do të dëgjoni shumë shpejt, ti themi asaj Francës kur dhe ambasadori i ri, ti thot, unë vi nga Shqiponjat. Të dalën niprat e sërnipat e Marsis, që u kanë vrarë gjyshrit e stërgjyshit, sërbët. Të dalën e të vinë, aty në sheshi i Skënderbeu. Aty para Skënderbeut do betojmë ja ditë. Do betojmë të themi jemi shqiptar. Do betojmë nuk do lem këmbë tuaj në tokën e Shqipërisë. Pavarësisht se çfarë kanë hotele. Pavarësisht se i kanë dhënë para këtyre rrugaqërive për 32 vjet, asnjë para nuk paguajmë, 0. Se i kanë dhënë, ka dhënë 1 milion, ka marrë gjysmë mbrapa. Kesh, ne i dim të gjitha. Ai Sorela që ishte këtu, ka qenë ambasador italisë për herë parë. Mbas ambasadorit ka qenë 2 herë ambasadori i Evropës, një rrugaq. Që dilte këtu në televizor, i ndiqnin televizorit mbrapa, sikur ai ishte president. E dini pse? Sepse presidenti që ndodhe sot e ka emrin, si ti them, president, se për mua ai s'është kurkushi, kur erdhi turku, hoqi Skënderbeun. Vetëm për ata i dënohet me vdekje, se ka hequr heron e kombit. Pale kur erdhi një rrugaq, më falni për shprehjen, një pederas nga Franca, të më falni që përdor këtë fjalë. Po detyrohem ta përdor, sepse ne shqiptarë të themi troç,
ballë për ballë, ne nuk dim të flasëm mbrapa, i hapi ambrellën. Kujt? Ja Rrugaç. A e pa që erë këtu, para 2 jave, kërcenin, hanin ushqim, zinin hotele, u vinin femra, u vinin meshkuj në tokën e Shqiponjave. Po se si mendoj ata bie si Hollandën, si Francën, ne jemi shqiptarë. Shqipëria do tjetë e me shekuj do të rrojë me flamur amerikane shqiptarë dhe do martohet vajza me djalin. Ta gëzojnë. E ka rritur për një copë bukë. Dhe Bilem, kur e marton, gjedhe fisin e vetë. Dikush më thoshe një trenim të dashur bashkëdhetar shqiptar. Edhe Baktin thoshe nuk e blinje më tepër se 3-4 fshatra larg, se nuk e njifte fshatin. Tani në na erdhkan nga India, jo, të dashur shqiptar. Më falni se po zjate. Jo të dashur shqiptar. Në tokën e Shqipërisë unë betohem, e jam betuar që a di që kam erdhur. Kam thënë, e po them edhe ju një me mua, unë e di, 100%. Nuk do ketë fytyrë të huaj në tokën e Shqipërisë. Vetëm shqiptar. Hotelit, vila, që janë 1.200.000, do t'i kenë gratis. Kudo? Është toka e shqiptarës. Mineralet, kudo që janë të shqiptarëve. Po të vinë tashin nga Turqia, e të marrë mineralin tonë në bulqize kudo, edhe të paguajnë punëtorë $25 në ditë, që të paktën në orë është $150. E pra, tini të bindur shqiptarë, se bankat e atyre nga Turqia një kam tritur në zyrë, jo si kryetari partisë, me punin që kam, edhe unë kam thënë teksërisht kështu. Ku gjetën minera, i blem për një mane, që shky manem, atë se një fshati ti, i blem për ti, sepse unë do t'i bllokoj bankat e tyre ku i kanë në botë, për dëmi që ka bërë kombit. Të dashur shqiptar, bota ka ndryshuar. Rregulli është, nëse nafta del mi fshat, kompania që do të marri, do të paguaj 15% çdo fshatar çdo muaj. Një mineral që janë, si kromet, kudo, a i fshati që është vërdal do të paguaj. Por fjala del më në fund, se vërteta. Po gjithë shqiptarë do marrën. E dini pse dashur shqiptar? Se Shqipëria është flori, dashë në male, e dashë në tokë, e dashë në det. Unë a paraqita dhe ministrin para ca kohe, edhe bota do marrë litrik nga ne. Do shesëm. Dhe sot, me një televizor që ishe TV-net, e gjeta dhe ishe shumë i varfër, sepse nuk e ndihmojnë. Ndihmojnë klanin e klaneve të Francës, Top Channel. Top Channel, do dalë edhe vërteta vrasja ati djalit artistit të mirë shqiptar. Pse? Kusha mori? Pa do dalën shumë gjëra të dashur shqiptar. Erdhi koha e shqiptarëve. Nuk mund të lem me të uaj në tokën e Shqipërisë, të dashur shqiptar. E janë më 13, dita e festës. Dita e çlirimit Shqipërisë, gjosa e bukur është të dashur bashkëdhetar e keni. Përpara e shoh me sytë e mi, shikoni flamur amerikan, ua sa i mbathësht flamurit toni bukur me atë shqipojnë të kuqe. E çdo thotë e kuqe dashur shqiptar, se nuk va thonë, është gjaku i princave, është gjaku i Skënderbeut, i kalorsve, që luftonin me Turqinë e kudo, është gjaku i të burgosërve, është gjaku i të intrenuarve, është gjaku i atyre që në kohën e komunizmit i vranë në veri, në jug, i vranë trimat, i futën hasëm njëri me tjetrin qëllimisht, nuk do të ketë hasëmëri. Kudo që jeni, që dëgjoni të dashur, falni një i tjetrit. Ua kanë bërë slavët, grekët. Ja pra i kryeministri grek që shiste mendje para 7 muaj vinte këtu, le të vi po doj. Ja kam thënë dhe ja them përsëri. Do të njaj sy ytat
e si gjyshi tënd. Unë e di që ti je shqiptar. Unë e di që kjo qeveri që është anti-shqiptare. Unë i them Edi Ramës, edhe i veshur të rish, ato kostume do t'i grisim e do pësosh. Sepse edhe shqiptarët e mbarë vesh që jeni të dy njësoj, pa pik turpi, shkruat në parlament gjoja, nuk ishe zgjedhje, po ishe vota, ishe falso, i di fare mirë që unë i di. Ishte bërë që me ko lista, ishte bërë me ko 83, edhe Berisha 50. Edhe ato satelitë të tyre, sheu që janë ato emrat të tyre, ishin bërgati. Pra, Edi, mos merë mi qafë, dorëzo, edhe tëftoj edhe atë ditë, më 13 qershor hajde, largohu, qeverinë e kemi kryuar qeveri teknike me ministra dhe 3 drejtorit kryesore, policia, byroja kombëtare do quhet FBI shqiptare, inteligjencës që do mbrojnë kombin e Shqipërisë dhe kudo që janë shqiptarë dhe amerikanë. Ambasada është hapur, ambasada e Amerikës valvon flamuri shqiptar, amerikan, ambasadori është punët në Amerikë janë çdo gjë është program, ka përfunduar, jo milionat të paguani juve si atë indiani që u erdhe mjekra, po e bilionat të paguani tu Shpilinçi dhe ne i dim rregullat, kemi vite e vite e vite për ta bërë Shqipërinë me kufi natyror. Dashur shqiptar, e janë sa më parë, më 13 qershor, e janë policë, mos kini frikë, për ju jam, sepse pensioni ju është, rroga ju është qëllimi $60, do bet të paktën më 2 javë $1.200, të dashur mësues, kthehuni një herë, letini në mosh, të hapëm shkollat, të sjellëm fëmijët nga jashtë, të edukojmë me edukimin tonë, të edukojmë me ligjin e kanunit, ai ligj do tjetë me sheku i ka qenë e me sheku i do tjetë. Kur ai ligj do tjetë, do shpëtoj kombi i Shqipërisë. Natën e mirë, miru pafshin të dashur bashkëdhetar shqiptar, e janë me flamur në dorë, më të djathtën flamur shqiptar, më të majtën flamur amerikan, e janë në bulevard të tregoni veten dhe ju frikacak që quheni intelektual, që mendoni veten intelektual, po intelektuali nuk është vetëm me penë, por është me gjoks të hape Shqipëria. Pra ju po e pengoni edhe këto partit e satelitë të ty. Natën e mirë të dashur shqiptar, e janë sa më parë, do kini këngëtor nga gjithë krahinët, këngë vërtet patriote. Natën e mirë, e miru pafshim nesër në orën 6. Faleminderit profesor. Të dashur miq të televizionit Shpresa, faleminderit që na ndoqët shihemi në transmetimin e radhës.